kemi vetëm viroza stinore, pra atë që quhet gripi i stinës, apo kemi edhe raste të konstatuara si Covid, apo të dyshuara si Covid, apo edhe ndonjë infekcion tjetër që nuk i përket gripit stinor? Në verë, kryesisht janë enterovirozat, pra virozat që prekin tretjen. Këtu rotavirusi, hikeviruset janë një grup shumë i madh, apo enteroviruset janë një grup shumë i madh që këtë shkaktojnë gjithmonë. Por, për sa i përket me që më pyetje për çështjen e sëmundjeve të tjera, do të ndalemi në dy gjëra nëse ti do të përgjigjem së pari për këtë gjë. Covidi dhe grupi sëmundjeve të ngjashme me Covidin, që përfshin gripin dhe paragripin, para-influenca dhe Covidi, sot janë në një rubrik më vete. Ato nuk ikin asnjëherë, por në kohën e verës ato bëhen të pandjeshme, sepse ka raste shumë sporadike dhe nuk përbëjnë një problem për mjekësinë apo edhe për ata të interesuarit, do të thënë për njerëzit të cilët janë komunitet. Pasojat që japin të shëndeti, kryesisht edhe virozat e stinës, janë të kaluara lehtë, apo kemi hospitalizime, kemi dhe gjendje të rënduara? Fatmirësisht, në ambulatorin tonë ne nuk kemi pasur raste të rënda. Ato që janë vetëm si të thuash, të shkallës së pare të dytë. Synimi jonë si shërbim parsor në bashkëpunim edhe me spitalin pediatrik janë të ulim sa më shumë që t'jetë e mundur rastet e hospitalizimit. Ato t'jenë sa më të ulta, për arsye sepse një fëmijë i cili shkon për trajtim në spital, kuptohet që ka një problematik të madhe për veten, për prindin, edhe për mjekësinë, dhe urgjenca apo vetë spitali pediatrik ngarkohet më shumë se ç'duhet. Dhe kjo duhet na bëjë që të reflektojmë që të gjitha rastet, në shumicën e tyre, ne jemi në gjendje dhe duhet t'i trajtojmë në mënyrë ambulatore. Sa mund të jenë vizitat në ditë, doktor, që konstatoni në qendrën tuaj, dhe nëse mi krahason për shembull me një vit më parë si qëndrojmë në Shqipëri? Aktualisht, si unë do të llogaris vetëm sepse ne si numër total aktualisht tani jemi rreth 1500 vizita që kemi bërë deri më sot që flasim, por kjo është për gjithë periudhën janar-qershor, sepse koriku tani është futur. Po flasim vetëm për qershorin, i cili le të themi që i përket periudhës së verës, kemi atë që quhet dy fishim i numrit të vizitave, dhe kryesisht në këtë dy fishim, ku numri total krahasuar me numri total i vizitave që neve kemi natë janë 140, të vitit të kaluar janë 120,